fakti që ti nuk e sheh këtë gjën që është shkruar këtu, nuk do të thotë që s'ekziston. Është koncept i thjesht filozofik. Shumë e thjeshtë. Tani çështja është që nëse do t'i bëjmë këto kaq perfekte sa që thua ti, atëherë le t'ja japim perfeksionin. Dhe perfeksioni do të ishte që nëse se pyetja lind këtu, presidenti Trump nga kjo gjë del më fort apo më i dobët? SBA del më fort apo më i dobët? SBA del më i dobët, se tregon që mund të shkosh atje të marrësh dy armë, shkosh vrash presidentin. Kur harxhon miliarda, je fuqia e parë në botë për të harxhuar para për siguri. Nuk ishin pone të bukura. Mendon që një gjë e tillë mund të ndodhi me Putinin? Apo mund ndodhi me presidentin e Kinës? Larg, imagjinohet. Pra. Po, prandaj them që shiko, është një vend demokratik ku është parashikuar që qytetarët e vendit pra e adhurojnë, e dashurojnë Amerikën. Pse? Se Amerika është vendi i emigrantëve, shkojnë nga gjithë bota. Unë kam 12 kushërinj të parë në Amerikë. Besoj se di këtë gjë, po unë kam 12 kushërinj të parë. Madje kam edhe kushëri të parë në Japoni me mbiemrin Kulla dhe është edhe me 2 fëmijë, kështu janë japonezë të vegjël me mbiemrin Kulla. Se kjo është bota e ndryshuar, kjo është Amerika. Tani, unë mendoj që shpjegimi që i dha presidenti Trump është shpjegimi më real dhe shpjegimi më normal. Sepse ndonjëherë gjërat janë shumë më të thjeshta se që marrin me mend njerëzit. Netflixi ka dëmtuar shumë imazhin publik. Mjafton të lexosh pak më shumë. Mjafton të lexosh pak më shumë libra dhe të shohësh në jetën reale. E qartë, po. Shiko, mua më ka treguar Khaled Meshali se si kanë helmuar në Jordani agjentët e Mossadit. Shefi politik i Hamasit për publikun. Po, se si e kanë helmuar agjentët e Mossadit në mënyrë shumë thjeshtë. Janë akredituar si gazetar, kanë përfaqësuar një media, kanë marrë ato nga ajo media përfaqësimin e tij, kanë kërkuar me shefin e zyrës politike që qëndronte në Amman, kanë shkuar, i kanë hedhë Sprite aty. Ai nuk ka kuptuar asgjë aty se ka qenë Sprite i pa erë, po ashtu një 2 orë më vonë është rirë, nuk është çuar më dhe kanë thënë këta po vdes e kanë çuar në spital. Kanë çuar në spital, kanë pa që po ndodh. Ore kë ka taku filanin dhe filanin në hotel. Kanë marrë filmimet, ja kanë çuar mbretit, ka qenë mbreti Hussein. Mbreti ja ka çuar shërbimit sekret. Shërbimi sekret ka thënë pritën sektarin agent izraelit. Ka marrë telefonin, në atë kohë Netanyahu ka qenë kryeministër dhe Husseini ka çuar telefonin. Që kjo çka po thua është e pabesueshme. Po unë kam historinë lajme. Po të kuptoj, mirë po ashtu tingëllon. Ka marrë telefonin Husseini dhe i ka thënë, shumë thjesht po e bën. O ju, se kështu ka qenë. Në rregull. O ju do, i ka thënë... Unë e kisha dëgjuar edhe një burrim tjetër, të I njëjtin version. ka thënë mbreti Husseini, i ka thënë Netanyahut, i ka thënë kryeministit Netanyahu, o më sjell antidotin që ky të shpëtoj, ose mu këtu më filloj lufta civile. Dhe ka marrë amerikanët, ka thënë, flisni me izraelitët se do më filloj lufta civile, se kam 65% popullsisë palestineze. Mossadi, siç bëri veprimin për ta vrarë Khaled Meshali, merr antidotin e çon në spital dhe Khaled Meshali është gjallë, sot është në Katar.